Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për të ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në kuadër të rrugëtimit ton në për biografinë e Muhammedit alayhi salatu wassalam, jemi ndalur në disa stacione. Dhe kemi thënë se jemi ende në stacionet e fillimit. Muhammedi alayhi salatu wassalam u lind në Mekë dhe aty i erdhi shpallja. Andaj edhe prej aty filloi misionin e tij. Kur i dërguari alayhi salatu wassalam ju kumtoi Kurejshve, familjarët e tij, se Allahu e ka përzgjedh me shpallje dhe i ka dhënë libër, shumë nga ata filluan me u tallë me të, e refuzuan. Por ai vazhdoi, nuk e penguan këto tallje dhe ky refuzim. Andaj për ta penguar pejgamberin alayhi salatu wassalam, ata përdorën metoda të ndryshme. Mirë është që këto metoda që ata i kanë përdorur për me pengu pejgamberin son na më njoft. Për shumë arsye, dy po i përmendin nga më kryesorët. Arsyeja e parë, që të shohim se me çfarë probleme, me çfarë sakrifica është ballafaqur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe gjitha këto nuk e kanë dalë, nuk e kanë dekuraju, nuk e kanë ndalë hovin e tij, por ka vazhduar tutje me misionin e tij. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për neve. Që njeriu përkundër pengesave, përkundër telashave, duhet me vazhdu rrugës së drejtë, duhet me vazhdu rrugës së duhur, jo që të lakon djath apo majt për shkak se ka pengesa. Dunjaja është me pengesa, dunjaja ka probleme, askush nuk e ka rrugën e hapur komplet, por njeriu sakrifikon dhe e pagun çmimin e problemeve varësisht nga vlerësimi që e ka për qëllimin ku është nis. E a ka qëllim më fisnik se me përhap fjalën e Zotit dhe me e fitu mëshirën dhe shpëlimin e Zotit. Dhe e dyta që na duhen këto mënyra që i kanë përdorur kundërshtarët e pejgamberit son, që t'i krahasojmë edhe me mënyrat e kohës tonë, nga se edhe në kohën tonë fatkeqësisht përdoren mënyra, metoda nga më të ndryshmet që njerëzit mos me i lënë rahat në besimin e tyre, që njerëzve me u vështirësu adhurimin e besimin e kështu me radhë, që njerëz të largohen nga rruga e Allahut te bartala, të përfundojnë në rrugën e pasimit të epshit, e pastaj më lehtë edhe të manipulohen e të menaxhohen e kështu me radhë. Kam përmend takimin e kaluar se nga metoda që i kanë përdorur Kurajshët është përpjekja e tyre vazhdueshme me e njollos figurën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pas që ata vetë kishin dëshmuar se i dërguari alayhi salatu wasallam është njëri me vlera, besnik, i vërtet, i sinqert, ja kishin besuar shumë situata kritike në vend në tyre që ai me i zgjidh. Kur erdhi i dërguari me shpallje, me njëherë i ndryshuan gjitha këto vlerësime. Filluan tash me etiketime të ndryshme për me njollos. I than magjistar, i than gënjeshtar, i than mashtrues, e lloj-lloj fjalë të tjera që as ata vetë nuk besonin to. Mirë po e kishin për manipulim publik. Dhe kemi sqaruar se si ka reaguar pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe se njerëzit kanë mundësi me i shpëtu etiketimeve të tilla që mos të bëhen viktim të këtyre fushatave njollosëse, keqadashëse, kanë mundësi me shpëtu me lejen e Allahut përmes nivelit të vetdijes së tyre. Nëse njerëzit janë të vetdijshëm, nuk e japin zemrën e mendjen fal dikujt që ai të bën me të çka don, po thotë ka dalë se unë e njëri kur e gënjeshtar dhe e dëgjon atë që po thërët mirë, i shpëton
këtyre fushatave, manipulimeve. Kështu ishte rasti me shumë nga njerëz në Mekë, sikurse kemi përmend shembullin e Ebu Dharrit, i cili erdhi në Mekë me dëgju pejgamberin alayhis salatu wasallam dhe tha, pse unë më i marr të gatshme këto gjykime që këta thonë, unë më njëri mençëm, po më nej dimi dallu sanat, jam i pjekun, kam mosh, nuk kam fëmijë që dikush lunë me mu, unë e di kush është magjestar, e një gënjeshtarin, e një njërën e qmendur, ne dua vetë të atakoj këtë njëri të shikoj se çka është puna e tij. Dhe posa u taku me pejgamberin alayhis salatu wasallam, po dyshim se rezultati ishte krejt ndryshe. Nga ajo që tentonin Kurajsht e Mekës ta rrënjosin në mendjet dhe zemrat e njerëzve. Nga metodat që i kam përdorur të ndërruazër, e janë shumë të ato metoda, por nga metodat është edhe tendenca për me ngrit dilema rreth misionit. Ata kanë tentuar të ndërruazër me godit në gjitha fushat, me godit personalitetin e pejgamberit alayhis salam, për to me fol keq, atë me ndalu. Kanë tentuar me njollos misionin e tij, me fol për Kur'anin, me fol për Islamin, me ngjall dilema, dyshime, që njerëzit me i bo me u hamend në pasimin e Muhamedit alayhis salam. Dhe kanë përdorur gjithashtu edhe dhunë ndaj pasuesve të tij. Kurdo që u bë musliman, kurdo që i ka kalu këto pengesa të njollosjes së figurës së pejgamberit alayhis salam, të njollosjes së fesë së pejgamberit alayhis salam, ka kalu në përdorim të dhunës pastaj. Që kështu do ta sqarojmë se çfarë dhunë kanë përjetuar shokët e pejgamberit në Mekë, por kanë bërë sapa. Andaj një nga metodat që i kanë përdorur është edhe tendenca e tyre apo përpjekja e tyre me e njollos misionin. Qysh me e njollos misionin? Duke e bërë këtë udhëzim që ka ardhur te pejgamberi alayhis salatu wasalam, do të thonë të papërshtatshëm për njerëzit, të dyshimt, që njerëzit pastaj mos të binden në atë që thot pejgamberi alayhis salatu wasalam. Për shembull, nga dilema që i kanë përdorur kanë thënë është se e kemi gjetë kush po e mëson. E kemi gjetë kush po e mëson. E kush po e mëson? E kanë gjetë njëri që nuk ka fol mirë arabisht. Në gjuhën arabe ka pas shumë dobët. Ka thonë, që ky po e mëson, ky i huaj po e mëson, se ky i huaj e ka përshtim me na përçani neve këtu apo. Dhe ka ardhur reagimi kuranor. Edhe ju ka përgjigj Allahu te barekote duke thënë se ai që po i thoni se ka mësues është i huaj, flet gjuhë të huaj, nuk e ka gjuhë të vetë në gjuhën arabe. Nëse ajo që këti po i zbret është gjuhë e pasër arabe, që ju arabët nuk keni mundësi mi dalë përpara. E që shka mundësi pra, ju jeni baza e gjuhës arabe. Kurajsht e Mekës kanë qenë baza e gjuhës arabe. Ata kanë pas gara në poezi. Në kanë pas shumë të theksuar aspekt në poezis, prozës. Në kanë qenë në nivel të lartë të gjuhës. Dhe Kurani ka sfidu që të sjellin diçka ngjashme si Kurani s'kan pas mundësi. E që shka mundësi ju e qeni baza e gjuhës arabe, jeni dëmonë që zotnani poezinë, që zotnani elegancë të naltë të shprehjes në gjuhën arabe, me armi unë poshtë një huaj, a është të legjekshme? Në gjuhën e juaj. Së është të legjekshme? Ndaj, kjo ka qenë tendencë për me njollos, dhe më thonë, vërtetësin e shpalljes. Pastaj të ndërëllazër, nga tendencat ka qenë edhe në kuptim të misionit, me kërku gjëra të cilat jenë të pamundshme. Për Allahun gjithçka është e mundshme. Po gjëra që s'kan lidhje me shpalljen. Që përmes saj pejgamberi me dëshmu se ajo që ai po thotë është e vërtetë. E kanë thonë për shembull, na I shndron malet kodrat e Mekës në ari.
ne i bë luginat me 10 lumej, ne e bë këtë, ne e qoj hanën, ne e bë këtë. Çka janë këto kërkesa, Allah? E vërteta matet me diçka shumë tjetër, jo me këto gjëra. Por ata kanë dorë që me sjell pejgamberin një gjendje që ai s'ka mundësi më u përgjigj, e pastaj të më thonë që a këmi thonë që ky veç mashtran apo. Pastaj për shembull kanë dashur me gjetë mangësin Kur'an, po s'kan ditë si, se ata s'kan qenë njës të çështjeve fetare. E kanë shku i kanë vetë disa ofise të jahudive, hebrejnve, se ata e kanë pas Tevratin, e kanë pas Injilin, kanë pas për me pejgambert, e kanë hajtë diqka qka me vetë në kitë njëri që e nëzojmë në gusht. Ata kanë vetë në për qëto pyetje. Nëse i din, s'kem qka mi u bovë. Nëse nuk i din, është mashtrus. Edhe në këto është përgjith pejgamberi a.s. Në gjitha përpjeket për me njëllos, misione pejgamberit kanë dështu. Mirë, kanë dështu përpjeket, jeni përpjek, e pse tash mas dështimit nuk vetë disoheni, në ti do me testu t'i kanë është i drejt, e teston, kërë e teston e pa drejtësisht, në regull, në fund kur bindër se qenë ka e vërtit, e pse nuk pason, përshka kësa ta që nga dita e pare kanë ditë se kjo është i vërtit. Këto njëllosje të ndërruzër, ose këto përpjekje për me ngrit dyshime, nuk kanë qenë asë njëherë me bindje nga anë atyne, se kanë me emposht pejgamberin. Kanë qenë veç pengesa që me vonu për hapin e islamit dhe me i zbraps pasues të ti që mos me ndjek përshka këtë bindjeve të tyre se këto përpjekje kanë me mbjell dyshime e dilema në zemrat e pasuesve të ti. Për qikaq, veç. Prandaj të nërëvëzër, këto përpjekje për me ngjall dilema e dyshime rreth Kur'anit, e Islamit, e Sunnetit pejgamberit alayhis salatu wasallam kanë vazhduar edhe mas Kurajshve. Janë edhe sot në kohën tonë prezente. Mirë po me shpif dhe me ngjall dilema ka mundsi gjithkush. Mirë po ai qëndrojnë pastaj këto dilema, reagimet të Kur'anit asnjëherë jo optën. Asnjëherë jo optën. Nuk ka dilemë që e kanë ngrit e që nuk kanë marrë shumë fish përgjigje më të fuqishme se përpjekja për me ngjall dilemë. Për gjithçka. Prandaj të ndërrozur, shikoni sot për shembull në çfarë pozicioni është sot Islami. Në çfarë pozicioni sot muslimanët tonë? A janë në pozicion të fuqishëm për me mbrojtë fenë e tyre? Nuk janë. Gjendja e përgjithshme musliman nuk është gjendje që realisht u mundson që fuqishëm e bindshëm me reagu ndaj dilemave. Ka i ka arsyet e veta. Me gjithë këtë gjendje, në anën tjetër, sa ka dilemat shumëta në për media, portale ndryshme, përpjekjet shumëta me pështjellë këtë fe me shumë dilema. Fe e dhunës, apo fe e kohës së kaluar, fe e arabëve, fe e këtyne, fe që nuk i garanton të drejtat e grua, se kështu më radhë, lloj dilema të cilat realisht publikohen dhe përhapen përmes mediumeve të fuqishme, kanaleve që depërtojnë tek njerëzit dhe kanë fuqi të madhe të komunikimit masiv. Me gjithë këtë përpjekje, cili është rezultati? Dobësimi apo shtimi? Cila është feja që më shumë të pranohet në botë? Dihet në zot. Do njerëzit në botë me këtë statistikat e mundshme, do larg për këtë tjerave, Islami është feja më e përqafuar nga këtë tjerave. Merren në perëndim për shembull, merren në perëndim, që zakonisht mirë si një lloj boshti krahasues për gjëra të caktuara për shembull. Ku është Islami në kuptim të fesë së huaj për atje që është, s'është fe autoktone të ata atje, me gjithat, për kundër gjitha përpjekjeve të ndryshme, shohim që njerëz me arritje intelektuale, me sukseset të prekshme në fushat të ndryshme të jetës, e kështu me radhë, bënd shumë
pa asnjë presion bëhen musliman. Pse? Për shkak se dilemat janë shkum. Dilemat janë vetëm një cip formale apo që pak duhet me prek edhe bie. E ke pa për shembull të vëllazër kur bëhet shkuma, qysh duket e madhe, duket e frikshme, apo thosh me vëmë i këtu çat gjon. Po me një dorë më apo largohet shkuma. Veç një lëvizje dorës. Edhe këtu të ndërrudhëzër, veç një lëvizje e mendjes, duhet që me kuptu se këto dilema karshi islamit janë vetëm shkum. Edhe tek ne fatkeqësisht ka do të tendenca ansore, do zëra që po tentojnë me ingrit, me ulshu zonin sa të mundesh, po lëshaja sa dush, për me ngjall dilema rreth islamit, se a i ka dhonë islami diçka këtij veni ajo. Islami s'ka dhonë kurfar kontributi për shqiptarët e kështu me radhë, po. Njëri veç 2 fleta historimi pa lexuar s'flet që shtu ato. Veç 1-2 ditë me këshyrë, në të kaluamën tonë e kupton që këtë këto janë, apo, na që sajna musliman. Edhe në çfarë të lashe në sprova kemi kalu. Ku ka qenë motivi jonë, ku ka qenë udhëzimi jonë, kush e ka mirëmbajt edhe këtë tolerancë, kush e ka mirëmbajt këtë mirëkuptim të dallimeve që i kena mes vete, pse kemi qenë na shumicë, në mend çkafit e kena pas këtë tolerancë, në mend çsoj feje, apo e shumë tjera e kemi kultivuar me zotshmëri, e kemi ruajt, dhe në mend soi edhe kemi ndërtuar, e kemi ruajt, e kemi mbrojt vendin tonë shumë domthon të tjera. Shikoni heranjet tonë që i kemi shembull nga e kaluara, apo çfarë emra kanë bardh, çfarë përkatësie fetare kanë pas, çfarë deklarimi kanë pas, s'u ka pengu kur kjo për me kontribu. Andaj tendencat e tilla për me njollos islamin, për me bos si pengesë, janë shkum hesapi, ma dialama dobta se shkuma. Nuk duhet njëri asnjëherë me i aliu vetës si që të manipulohet me shkumat e tilla. Por duhet jeti me mendshëm i kujdesshëm se këto janë përpjekje fatkeqësisht përçarëse. Don kur që ngritet dhe thot se feja e shumicës realisht është problem për shqiptarët dhe na e kemi veç një rrugë për me dal nga kriza ajo me lon fen ton, një qasje e tillë është qasje përçarëse. Veçanërisht kur synon pastaj përmes kërkesave me çu islamin të favorizoni fe tjetër. Thot, e qështu du të me kona, pëtën. E pse du të me kona qështu? Ka argumente, ka bazë. Andaj të nërëzër, edhe kjo është një nga frymat e dopta që frynë në vendin tonë, kalan si kërës shumë tjerat, mirë po një qërsh është më rëndësi me kuptu. Një qërsh është më rëndësi me kuptu. Se kur të kalan, qysh komi i gjiku historia njerës të tjilë është pytje e moda, pëtën. Që kështë në të kaluarën, po? Të kaluarën. Edhe komunizmi ka qenë për do njerë shumë i favar shumë. Edhe në emën të pozitave që i kanë pas, i kanë sill probleme popullit vetë. Ka kalua ajo ko, ka kalua, po, o bëj harrume, po ku ka met ata në historinë e popullit vetë dhe kontributit për me majtë unik edhe me ndihmu me do nga krizat. Kjo është pastaj çështje tjetër. Pa edhe këta që bujnë përpjekje të tilla me fut dilema, dyshime, përçarje në mes në njerëzve, duke ofenduar fyje, shaf, mirat më ndryshme, madje duke kërkuar dhe eliminim besimtare para menani. E flet gjuhën tonë, për ardhën e ka tonën këtë, thot ta duhet këtë që shtot me u bëmë. E qëta nesër, ku kanë me konë? Fatkeqësisht kanë me konë në bërlogun e historisë, sikur e shumë tjera pëtë. Po, kur do koftaj? Qëfar dhe emni që ka? Nga se historia i shken njerëz, do i ngritë e do i shtypë. Vashë që ku është pozicionua e pëtë. Prandaj, mirë është njëri me pas parasysh se do kohra kalojnë, do benefite kalojnë, e keni mundësi me përfitu momentalisht, e vërtet është, po mëna pak ma largë, mëna pak ma vonë që ka komendodhë, që shku mu gjiku, që kjo më rëndësi. Edhe kur është e mjekës që ashtu. Tentun me një los misionin, jo, kështu, po. Svesu njerëzit, nuk qëndranin këto fare, njerëz kishin mendin e tyne, kishin aftësin me i dalu gjërat. Andaj kuptuan se këto njolla që po i thoni këtush, janë shpifje, nuk qëndrojnë. Islami asë një herë kur
me mësimet e tij nuk e ka promovuar dhunën. Nëse ka luftuar dikush dhunën, ka qenë Islami dhe muslimanët. Me në historinë, edhe ndërimin e gruas, e të burrit, e të familjes, e tokës, e të vendet vegative, këndellën e mendjes së njeriu, çlirimin e mendjes nga bestytnit, e pallavrat e ndryshme, kush e ka bërë? Islami e ka çliruar njerin, e ka ngrit njerin, e ka vëdësuar njerin, e ka kthyr në binarët e duhur, ja ka dhënë përgjegjësi e duhura për shumë dilema që e mundojnë. Dhe kjo s'është vetëm pretendim që po e bëjnë nga ky vend, por dëshmi që po vërtetohet çdo ditë në anë e ndryshme të botës nga njerëz që nuk janë musliman, por po bëhen musliman. Andaj të ndërruar vëllezër, duhet më ruajt nga këto dilema, nga këto dyshime, duke njohur fen tonë. Na nuk kemi frikë nga dilemat, asnjëherë. Kur s'kemi frikë se dikush kur do qoftë ka më ardh e me gjetë mangësinë fenë e Zotit që na bën më uturpnu. Monë mend kët. Kur njëhet kjo s'ka më ndodh, as ka mundësi më ndodh, se kur s'ka ndodh. Asnjë udhëzim i Islamit nuk na turpnon. Kur na turpnon ignoranca neve, po musliman nuk po i din këtë sane që kjo turp. Na turpnon dobësia jon, na turpnon përçarja jon. Kjo na turpnon. Mirë, po aja që ka të bëjë me fen ton, me udhëzimet që erdh pejgamberi sa me Kur'an e me hadithet i, na bën gjithë me kënaqënar, faqevardh. Dhe sa më tepër e njohim fen, vallahi më shumë i shohim të shkuama, sa të dobta, të paqëndrueshme janë dhe sa të ndyta janë, Allahu na ruaj. Edhe kjo përpjekje Kurajshve dështoi, nuk dhezi, dhe vazhdoi pejgamberi alayhis salatu wassalam. Allahu na ruaj nga dilemat, nga dyshimet. Allah na mundësof që timi të vëmendshëm, të kujdesshëm, që mos manipulohemi përmes shkumave të caktuara ndërme që kanë me kalu me një erë thjesht për të fryrë me lejen e Allahut të mënduar, mirë po pastaj një duhet të shikon se ku po mbetet pozicioni i tij, ku po mbetet e kaluara e tij, me çka po e shkruan ajetin e tij. Kjo është e rëndësishme, nga se për gjithë ka me pas një gjykim, edhe në dunjë nga ana e popullit, po edhe nesër ditën e gjykimit nga ana e Allahut te bareke ve teala. Na boft Allahu faqebar në gjitha gjykimet që jeta jonë i nështrohet dhe kalojmë në për te. Me kaq për këtë pjesë, Zoti shpërbleft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen katira.